këto institucione kishin kërkuar dhe ishte miratuar përgjimi i komunikimeve elektronike të anëtarëve të gjykatës kushtetuese të një pjesë, thoni ju, ose të gjitha atyre. Këtë shqetësim ju ka ngritur dhe kryetaria e gjykatës kushtetuese në një shkresë zyrtare që ju ka pyetur nëse përgjimi ka ndodhur apo jo. U la të kuptoj nga ana juaj që kjo nuk ishte ndodhur, por në media dolën dhe dokumentet që provonin se anëtarët e gjykatës kushtetuese ishin vënë në përgjim nga SPAK në autorizim të GKK. Pyetja ime është, sa e pavarur në vendimarrje mund të jetë gjykata kushtetuese për çështje që përfshin kontrollin veprimtarisë të SPAK GKK, kur këto kanë treguar se i vendosin nën përgjim kur dhe si të duan anëtarët e gjykatës kushtetuese. A është ky një presion ekstraligjor ndaj gjykatës kushtetuese që të mos cënojë asnjë vendimarrje të SPAK apo GKK? Atëherë, prokuroria e posaçme nuk ka jurisdiksion dhe kompetencë që të vlerësojë apo të kontrollojë vendimet e gjyqtarëve në çështje konkrete. Si vendimet e gjykatave të zakonshme, ashtu dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Bazuar kjo në parashikimet e nënën 106-137 të kushtetutës, si dhe vendimit në 11 datë 2/4/2008 të gjykatës kushtetuese. Nga ana tjetër, ju bëjmë me dije se prokuroria e posaçme, bazuar në nënën 148 dhe 148 të kushtetutës, si dhe nënën 24, 75A dhe 277 e vijus të kodit të procedurës penale, ka jurisdiksionin dhe kompetencën që të ushtrojë ndjenjën penale për sjelljet jashtëgjyqësore të gjyqtarëve të çdo niveli. Nëse ekzistojnë dyshime se mundet të jetë kryer vepra penale korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë të parashikuar nga nënën 390 kodit penal, apo çdo vepër penale tjetër që mundet të jetë kryer nga persona që përfshihen në rrethin e subjekteve të parashikuar në nënën 75A shkronja C të kodit procedurës penale. Në veprimet e përgjimit, prokuroria e posaçme zbaton me përpikmëri rregullat e parashikuara nga nënën 221 vijus të kodit të procedurës penale. Këto veprime, sipas rastit, autorizohen nga prokurori dhe nga gjykata e posaçme, si dhe këto veprime procedurale kontrollohen nga gjykata e posaçme. Kjo ishte përgjigja ime, zoti Klliçi. Paruam me zotin Klliçi. Pyetjet e bëra nga deputeti Tedi Blushi. Pyetja e zotit Blushi, po kaloj direkt te pyetja, si ka mundësi që 3 prokurorë që presupozohet të jetë elita e hetimit firmosin një urdhër arresti mbi një ligj të shfuqizuar. Prokurorët e prokurorisë së posaçme kanë nxjerrë urdhrin e ekzekutimit në zbatim të vendimit të gjykatës dhe dispozitave procedurale penale, më konkretisht në 466 kodit procedurës penale, që normojnë që nxjerrin një urdhër ekzekutimi i masës të sigurimit. Tjetër pyetje, përse SPAK e shmangi qëllimisht BKH-n, pra vetën nga operacioni kriminal dhe i la dorë të lirë policisë pa atë show politik që ndodhi në rastin e arrestimit të zotit Meta, sepse policia e shtetit është përgjegjëse për ekzekutimin e masave të sigurimit. E thash edhe në përgjigjet e pyetjeve të mëparshme të bëra nga disa deputet. Lidhur me arrestimin e zotit Meta dhe një pyetje tjetër që bën zoti Blushi është përse zoti Dumani ja kaloi çështjen prokurorisë së Tiranës, ku në fund të ditës policia abuzoi me një urdhër arrestimi të SPAK dhe jo të prokurorisë së Tiranës. Bëhet fjalë për kallëzimin që u bë ndaj punonjësve të policisë që ekzekutuan masën e sigurimit, sepse është kompetencë lindore e prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm, është taksative, e parashikuar qartë, që nuk mund ta hetojmë ne atë vepër penale, por as edhe subjektet e veprës së penale nuk janë subjekte të posaçme, të cilët janë në kompetencë të prokurorisë së posaçme. A është hetuar dhe është marrë ndonjëherë në pyetje Edi Rama nga SPAK në kundërshtim me çdo ligj
fuqi me datë 7/12/2016 firmosi dhënien e bonusit për 8% të pikëve kompanisë Integrated Energy BV SHPK për procedurën e konkurimit për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës, por që në fakt kjo kompani nuk ekzistonte në momentin që kryeministri firmosi bonusin që e favorizonte në procedurën konkurruese. Patjetër edhe ky dokument ka qenë në pjesë e hetimit të prokurorëve të posaçëm në hetimin e çështjes penale të regjistruar në prokurinë e posaçme. Gjatë hetimit të procedimit penal kryhet një hetim i gjithashëm dhe objektiv duke vendatuar fillimisht faktet penale dhe më tej përgjegjësinë penale të autorëve. Ashtu siç e kam thënë, e rëndësishme për prokurorët e posaçëm është të prova dhe jo emrat që fshihen pas tij, qoftë edhe kryeministri i Republikës. Është pyetje tjetër, është hetuar tashmë ndonjë në pyetje nga Spak Erion Veliaj, kur është njohur botërisht prej kohësh firma e palishme e tij për miratimin e koncesionit 30 vjeçar të inceneratorit Fantazm të Tiranës me shpangje të vendimarrjes së Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe në shkelje të ligjit. Është fakt i njohur publik, po është marrë në pyetje dhe siç e thash edhe në përgjigje të pyetjes zonës Tabaku, çështja është akoma në hetim dhe vazhdon të hetohet me qëllim e vendetimin e përgjegjësisë penale të çdo personi të përfshirë në kundërligjshmërinë e dhënies së kësaj procedure koncesionare. Tjetër pyetje lidhur me çështjen me Groningen, ajo çështje është një çështje në hetim paraprak dhe unë nuk mund të jap asnjë informacion apo asnjë të dhënë lidhur me të. Pyetjet e deputetit Luan Paçi. Si mund të qartësohet publiku dhe sidomos media që është non-stop para institucionit tuaj nga një qytet